Me që jemi në prag të Kurban Bajramit, a i keni bërë përgatitjet e festës? Po, Si ju duken çmimet e ushqimit? çmimet janë shumë të larta. Po ajo nuk varet nga popullata, varet nga qeveria dhe qeveria nuk merr masa. Po këto vende janë balkon. Për ndryshin balkon jetuat që kështu. O ta për shto të marrësh, për të dhonë t'i marrën, a për të këthi prapë s'tjep kërkush. Po, i kena bo, 8 leja, që të rësë. Po. Po si mendoni, çfarë mendimi keni për çmimet? Katastrofë. Katastrofë, nuk delin të është. Që që kujta marrë një këtë penzej që e kom, në të hargjejti sot. Për Bajram. Për Bajram. Po si zakonisht dhe ajo tradita me ato mundësi, po mundohemi t'i dalim s'kej. Po na tregoni si ju duken çmimet? Çmimet janë astronomike. Kështu po flitet se rrogat po hipin, po çmimet sikur nuk ka kontroll shteti këtu. Bizneset private qoftë edhe shtetënore, me gjasë e shfrytëzojnë këtë situatë, edhe po formojnë çmime si duan. Nuk qajnë hallin e qytetarëve. Nuk e qajnë hallin e skamjes. Situata alarmante është. Mirë po, shteti si duket edhe jume duhet të bëni këtë punë, dilni takoni me qytetarët, se të qytetarët është situata nuk është shumë e mirë. Na tregoni, a keni bërë përgatitje në shtëpi? Po qysh jo. Po? Po si ju duken çmimet? Po janë pak shtrejta, ma... Ama përgatitjet për Bajram, për festë? Pa qetër, po.